Policia e shtetit ka hartuar një plan të detajuar masash për garantimin e rendit dhe sigurisë publike gjatë procesit elektoral, si dhe për të parandaluar dhe goditur çdo krim zgjedhor. Plani është në zbatim të ligjit për policinë e shtetit, kodit zgjedhor dhe vendimeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në kuadër të këtij plani, janë trajnuar mbi 7600 punonjës policie dhe specialistë të hetimeve të krimeve në bashkëpunim me KQZ-n, OSBE-n dhe prokurorinë e përgjithshme. Aktualisht, mbi 6500 efektiv janë të angazhuar për mbarvajtjen e aktiviteteve elektorale, si në ambiente të hapura, ashtu edhe në të mbyllura. Deri më tani, struktura hetimore të policisë kanë referuar në prokuroritë kompetente 37 raste për krime zgjedhore, pas analizës së çdo informacioni, kallëzimi apo deklarate të qytetarëve dhe subjekteve zgjedhore. Në prag të përfundimit të fushatës, policia ka marrë në ruajtje të gjitha objektet zgjedhore, përfshirë 93 KZ-at dhe 5225 qendra votimi që do të jenë në mbikëqyrje nga mbi 5300 punonjës policie dhe automjete të dedikuara. Ditën e shtunë paradite, shërbimet do të instruktohen dhe shpërndahen në qendra përkatëse, ndërsa të dielën në mëngjes, efektive do të kthehen për të shoqëruar materiale zgjedhore në drejtim të KZ-ve. Në rast të ndonjë incidenti apo kërkese për ndërhyrje nga komisionet e qendrave të votimit, KQZ-ja apo KZ-t, policia ka përcaktuar pikat e kontaktit që garanton ndërhyrjen konfort ligjit. Nga ora 18 e datës 11 maj, policia do të marrë në ruajtje të gjitha qendrat e numërimit të votave, duke garantuar sigurinë deri në përfundimin e procesit. Në çdo komisariat dhe drejtori janë ngritur grupet e gatshme, ndërsa të gjithë punonjësit e angazhuar janë të trajnuar dhe pajisur me mjete identifikimi. Policia e shtetit apelon për qytetarët që të denoncojnë çdo përpjekje për cënuar të drejtën e votës dhe për subjektet politike që të respektojnë rregullat dhe të bashkëpunojnë me strukturat ligjzbatuese. Paralelisht, policia ka forcuar kontrollet në të gjithë territorin, përfshirë pikat doganore dhe kufirin jeshile blu me qëllim garantimin e sundimit të ligjit. Gjithashtu, në kuadër të aktivitetit ndërkombëtar Giro d'Italia, policia u kërkon qytetarëve mirëkuptimin dhe zbatim të kufizimeve të lëvizjes në rrugët e shpallura publikisht, duke ndjekur udhëzimet e polonezëve të policisë së shtetit dhe asaj bashkiake.